përfundimit mbledhjes, nuk flas në emrin të KQZ-s, flas në emrin tim si antar. Nëse keni pyetje në lidhje me këto çështje të zgjedhjeve, ankesave, po çështjeve që i ngritim, unë jam këtu me u përgjigj, sepse nuk e kam ndërmend me bë përgjigje individuale për media në rastet ndryshme. Urdhëroni. Po. Veç për sqarim se atë ditë, pra kur është refuzu, themi, rekomandimi i sekretariatit, pra është refuzu një rekomandim i sekretariatit dhe 7 vota, ose 7 veta prezent, kanë qenë mëse të mjaftueshëm për më marrë një vendim i caktuar. Edhe është mirë me lexu se Iliri edhe lexoj, letari lexon edhe një herë, edhe ku shkruan që për rekomandimet e sekretariatit merret vendimi me 2/3. E para, e dyta, unë ende nuk e mora një përgjigje të saktë edhe prej drejtorit në këtë rast. Kur ka përfundu, mu më interesan me ditë, kur ka përfundu zyrtarisht, se një mail ju na keni shkru kështu. Edhe është e vërtet që përfundimi i procesit të numërimit në QNR ka qenë me datën 5 në ora 21. Ashtu siç edhe dim se kemi qenë një pjesë e antarëve të KQZ-s prezent, bilemi kujdes maksimalisht që ai proces me u krye dhe gazetarët ju kanë me prit. Një pjesë në shtadin e këtu, s'pak një gjysmore të mirë, për mos me thonë një orë, kanë prit për me përfundu procesi i numërimit në QNR dhe kemi po maksimumin e përshpejtu këtë proces në mënyrë që të del deklarata dhe të del edhe njoftimi ku i jepet të drejt palëve pastaj edhe për adresimin e ankesave brenda 48 orëve. Dhe jo rastësisht në këtë njoftim përfundimtar ka qenë edhe kjo, themi, paragrafi mbi të drejtën e ankesës. Sa për njoftime, KQZ-ja çdo ditë del me njoftime të caktuara që u bë ky veprim,